Nuk e kam me të time karike. Unë trupin kam time, me nderën kam time. Vendin në shoqëri ti e cakton vetes. Në mënyrën tënde të sjelljes. Që do të thotë, nuk e pse e bën veten që të bësh target i njerëzve që merren me thashë themë, që merren me fjalë. Pse duhet ta bësh ti këtë gjë? Ka kaluar një javë që kur plasi audio skandali i kryetares së Bashkisë së Roskovecit Majlinda Bufi me një sanitare shkolle e cila vjej nën presion sepse kishte marrë pjesë në një miting të opozitës. Kryetaria në fillim e mohoi të ketë bërë një bisedë të tillë me sanitaren, më pas e pranoi dhe në fund kërkoi edhe falje. Me kushtin që kjo bisedë të mos transmetohej. Pasi nuk arriti ta mbyllte këtë skandal, kryetaria Bufi provoi në një formë tjetër. Atë gjën e kam thënë dhe i kërkoj ndjes. Thua edhe në kamerë kërkoj ndjes edhe mbyll aty. Jo të lutem. Mua më ndihmon nëse nuk e jep. Unë e di që ju ndihmoj sepse jeni dhe në fushat edhe ju prishet puna shumë. Mua më ndihmon nëse nuk e jep. Me kë duhet flas? Jo, ty drejt për drejt. Kompromis me të vërtetën unë nuk bëj. Po të them njerëzisht. Jo, nuk është njerëzisht. Po të ishte njerëzisht, nuk kishte ndodhur fare kjo. Po mos e jep. Mos e jep tani, unë po të flas njerëzore. Do ta japësh? Po, do ta jap. Por përpjekja e saj nuk funksionoi dhe natyrisht audio përgjimi u publikua. Të duhet të jesh ti pikërisht ditën që bëhet protesta në Fier, që vjen Berisha se kam un mik një të gjatë, kjo nuk do të thotë që unë ditën e protestës vetëm atë. Sa do bëj protestën për veten e tij? Unë nuk kisha protestë. Kush të beson ti? Unë të them më fal për këtë atë ditë. Nuk mund ta bësh ti gjë një ditë tjetër? Mos i bëj të gjë. Të them më fal. Ti e gruaj pjekur, nuk je fëmijë. Sa gjëra, edhe mund të eliminon. Pa ishte kjo e vetmi audio në të cilën kryetaria kërcënonte qytetarët e saj? Me sa duket, jo, sepse pak ditë pas publikimit të këtij materiali, në redaksin tonë bëriti një tjetër audio, sërish në zyrën e zonjës Bufi, këtë radhë nga një qytetar me emrin Gazmet Borgji. Të kam ndihmuar ty këtë ardhë në zyrën e kësën që janë në vejtarë, këtu e 2 vjetë. Pas kësaj, të kemi ndihmuar, të kemi futur në listën e personave, në bazë të një programi të ndihmuar të në riparim shtëpie. Nga sa dëgjohet në bisedë, flitet për disa nevoja që qytetari ka patur dhe me sa duket kryetaria ja ka kryer. Duket se plotësimi i nevojave të qytetarëve në Roskovec konsiderohet një nder që duhet kthyer një ditë. Kur ka marrë të shtëpia, bashkë me animanka betim, në të pritur jo, dhe jo që s'ma të di për nderë, dimën që të kemi dhe, të është falenderoj. Por e sjell edhe shumë ndryshe. Por kjo edhe mund të tolerohej, por jo ajo që ky qytetar mosmirnjos ka bërë më pas. Prandaj, kjo që të dëgjoni tani i kalon kufit e imagjinatës. Të kam nisur mesazhe kur ti me Ligishta, i thoshe fitore kandidatit, të kam nisur të sugjerim. Nuk jam fëmijë, që të bëjmë një tyre. E nuk kam nevojë fare për votën tënde, por kam nevojë për respekt. Se unë humba nga vota jote, unë i që tani këtu. Para një muaj kam qenë të shtëpia jote, që erdha me ekipin dhe që më priti mamaja jote. Në base aty takimi ka ardhur në zyrë, bashkë me gjurë. Dhe më ke thënë, faleminderit për ndihmën që më bëni dhe sa për kryetaqet. Ndërkohë që mua më thoshe këto, andaj nga ana tjetër vazhdon ti me ata. Vazhdoje ti me ata. Bëhet fjalë për rivalin politik të zonjës kryetare dhe inatin ja shfryn qytetarit Hallexhi. Sa kuptonte se barhallën, se nuk më thonë mua njerëzit, se qa bën ti, qa bën tjerë. Por ti bëj qa duash, nëse kam jetën tënde në duart e mia. Fara, ty asë njeriu, se unë nuk kam dinë dhe nuk do të desë kryetare. Ty që kam ndihmuar më si se shtu, me këtë lloj mos me njoje? Qa hajde ti mua? Në një moment, qytetari me sa duket nuk e duron më gjithë këtë presion të kryetares dhe përpara problemeve që mund t'i krijohen, vendos dinjitetin. Qa hajde mua? Mos ta kishe kërkuar 100 herë. Po, robi tot faleminderit për kaq. Po jo me dy fytyra, me mua këtu vjen dhe thua, shiko. Unë po, nuk e bëjmë, jam e ty, do më ndihmosh. Dhe unë të them, të ka rritash me vëndi. Shikoni hallin tuaj, shikoni drejtin tuaj, dhe unë një tash, po të di program tjetër do të fus prapë në program. A të thash këtu? Të thash, dhe koti njëri, nga ati në mes të teritorit atiri të futën kështu. Se ka lamaj, të morëm të drejt, të morëm të rastisht që anë aty, tu se ka lamaj. Dhe më pas, sërish me presiona, edhe më të forta se përpara. Edhe njerë po të them. Do ta them vetëm se ti më gënjen. Se autoriteti që jam kryetare nuk ma jep të lloj të drejtë tu flas njerëz të këtu. Dhe nuk më takon. Po ty po. Se ti më gënjen. Ti luan me dy fytyra. Jo, të me dy fytyra. Edhe vazhdon akoma. Ai është gabim. Edhe vazhdon akoma ti më gënjen mua. Po unë kam vdekur jam unë në gënjesh mua. Çfarë? Po unë s'kam fare. E nxjerr nga veu. Që kam dhënë të parë. Flasës? Fare, Nuk mos flasë. Fare. Fare pra, fare, është urdhër bashkiak.
Dhe të që për shpitë që do besh, të di që është për makinën. Po, të kemë të ndave. Grami nuk ishte që ti të bësh shpitë. Pas gjithë këtij debati teknik, biseda rikthehet sërish te kërcënimet. Kësaj here edhe më të ashpra. E di se shpëton me këtë gjë. Ja ku ta them. Ja ku moment do të sa më rëndësishme të mos hapësh gojën e çdo të punë. Nuk dua më. Mos i fare për më. Vetëm rrish po komentar. Vetëm ka. Edhe mos flasësh as një fjalë. Të familje. Mos i provokim. Nuk dua më. E bëj vetëm se ti je mos më njoh. Je gënjeshtar. Do nuk vazhdoj. Po ti je gënjeshtar. Ti vazhdon akoma me këtë gjë. Tu apo ti gabim. Nuk je robi më kështu se për çfarë pse vdekur jam unë nuk je rob kështu se puna jote. E njëherë do të them faleminderit 100 herë, më dil përballë. Tani është rradha e dikujt që kryetarja i ka vënë emrin Buça. Po ti më mashtrosh mua kështu. Të vini këtu Buça. Me fuqë nuk përta se një me Po mund të apo ti je të tek. Me sapet e mija. Po e diun, ku të treguar ti je sapet e tua. Ja çuti. Ku të tregon ti sapet e tua. Do të ndaj shumë nga vundra tira. Pse? Ç'do të ndaj? Unë ka marrë Ore e rinja, rukë janë damë. Ore nuk ka në zemë me e bërë. Sinqerisht. Në një moment, qytetari duket se merr zemër dhe përmend një premtim të pambajtur, që duket se nuk i intereson shumë kryetare se cila nis një tjetër valë sulmesh ndaj tij. Kam kërkuar po pse të ndihmoj. Ti s'kam patur mësi. Po ti çdo me thënë kjo, pse s'kam të muar për punë ti. Kam 8 vjet. O fa, u tri ora. Çfarë kanë dhënë aty ju? Po kam fitu. Unë kemë mirë me mendime. Shikon çik mua, çfarë kanë dhënë aty robi? Ai është mirë në familje shiky. Është mirë, po se ti çaketi. Çaketi. Shiky zotit mirë. Në fund të bisedës, pasi e ka vënë në presion, kryetaria i bën edhe paralajmërimet e fundit qytetarit. Mbyllë gojën, po të them shumë hapur. Shiko punë, nuk gojën. Shkaku i gjithë këtij debati që ka nervozuar kryetaren është kjo banesë ende e papërfunduar, e cila është reklamuar edhe në faqen zyrtare të Bashkisë së Roskovecit, ku duket se u premtuar që të përfundohet nga bashkia, por vazhdon prej 2 vitesh në këtë gjendje. Para një 2 vjetësh aplikova për shtëpi. Mbas një viti doli aplikimi, e përfitova. Fillim shkurt që filloi shtëpia, erdhi veti pruri ato baletat, 16 baleta tull, me fjalë 4 cepat e murit të shtëpisë dhe 6 kolona. Gjithë këtu e kemi fonde tha. Çfarë ndodhi më pas? I kam futur nga xhepi im. Na vjen zonja kryetare një ditë këtu neve që për këto që beri. Ti tha se e kënaqur tha me këto që kemi berë. Nuk ne di për falënderimi, thash unë. Për falënderim, për kaq sa ke berë unë ta di. Rrethuset e bet juven, bradha i beri çuni. I thash edhe kolonat. Edhe ta di shtim dha mua, kemi ardhur për riparim kësaj. Çfarë riparim kësaj thash unë? Është 5 vjet që thash unë. Burrë grua, 3 fëmijë, djali burr, çupa grua, çupa tjetër grua. Po flen kacipici thash. Çfarë riparimi kujton më, ti bëre këto thash unë. Do prishësh shtëpi e krisi iku, do vi skrepi nesër. Duket se ky ka qenë momenti i parë i përballjes me zemërimin e kryetares së bashkisë. Kërcënimet e asaj janë shumë të mëdha të kryetares. Çfarë u ka kërcënuar? Ke gjob 5 milion lekë dhe 2 vjet burg. Çfarë? Po i kam për shtëpi ke pa lej. Po i kam thënë. Po lejen ajo dha bashkia? Po. Shtëpit kanë filluar me emrin e kryetares së bashkisë dhe me lejen e kryetares së bashkisë dhe me fondin e shtetit. Ndërkohë që është pikërisht kryetaria që u kërcënon për burg pa lej. Po. Para një muaji kështu më na dërgon ca nga bashkia se nuk i njohim. Erdhën ata tha që më jini soleta tha pa kaluar votimet. Po na shtypin, ne fshatarët. Se vati djalimi tin, opja beri, për votat. Vota është e lirë di unë. I kanë bërë ato themilet me gjak, se ka vojë burri me majt belit punonte në për njerëzit, që ushqen të fëmijët, punonte natë ditë. Nuk ti leun ti të prishësh shtëpitash. Aty është trijem tash unë të shkallët aty, le të kaloj skrepi lart me truptin. Do prishin tha pak në më istoleta para votimeve se komplet do prishin. Kredi do t'i marr atje. E di që do vdes do punoj vjet do t'i laj me thonj. Edhe asaj do t'ja jap. E për çfarë ato lek qelbre që hodhi aty 2 milion. Pavarësisht se si është e vërteta për këtë banesë, pavarësisht nëse Gazmendi ka shkelur ose jo ligjin me ndërtimin e shtëpisë, sjellja e kryetares Bufi dhe kërcënimet që ajo ka bërë në zyrën e saj janë jo vetëm skandaloze, por edhe në shkelje të plotë të ligjit. Dhe shkaku dihet. Pas sanitaren së shkollës, kryetaria Bufi është qepur kësaj familje Hallexhinsh, vetëm sepse dyshojnë që komunikojnë me kundërshtarin e saj politik. Herën e parë, ajo e pranoi dhe kërkoi ndjes. Po këtë herë, ja ta shohim.
Zonja Bufi, përshëndetje. Takohemi sërish bashkë. Si me mua, jam aktivitet. Edhe unë për ju kam ardhur edhe ju kam pritur. Jam me zënë. Unë kam thjesht një pyetje. Nuk kam asnjë përgjigje. Ka dalë sërish një përgjim ku ju bëni presion. Pafshim kalofshi bukur. I bëni presion një qytetari pasi keni reparuar shtëpinë. Juve nuk kam. Ka dalë një përgjim ku bëni sërish presion ndaj një qytetari. Për juve nuk duket asnjë përgjigje. Ndërsa unë kam shumë pyetje për ju. Ju i keni restauruar banesën dhe ndërkohë që kur e keni thirrur në zyrë i thoni që ju kanë bërë nder. Juve nuk kam. Ju bëni ndere personale? Asnjë koment dhe asnjë përgjigje. Apo thjesht shërbeni qytetarët? Asnjë përgjigje nuk kam për juve. Ju keni thënë dhe ju keni dhënë urdhër që vetmja gjë që duhet të bëjnë është ta mbyllin gojën. Për juve nuk kam asnjë përgjigje. Çu ja mbyllni gojën? Asnjë përgjigje nuk kam për juve. Asnjë përgjigje nuk kam për juve. Po herën e parë keni kërkuar ndjes, ndërkohë që vazhdoni bëni. Kam agent, kam punë, kam punë. Po pra e keni aty agjendën, s'keni as. Kryetarja e bashkisë që nuk ka asnjë përgjigje, herën e parë ka kërkuar ndjes, ndërkohë që ja përgjigje.